përmendët atë fazën akute, por ndodh që ky problem ta shoqëroi këtë njeriu për gjatë gjithë jetës së tij. Nuk është trajtuar siç duhet apo ky është lloji smundjes, lloji i sindromës, po e the. Sëmundja është kronike. Është kronike. Sëmundja është kronike dhe domethënë në momentin e parë mund të paraqesë edhe një farë rezistence nga trajtimet lokale dhe kjo pastaj e bën të detyrueshme dhe trajtimet sistemike. Ku trajtimet sistemike të patologjisë konsistojnë në përdorimin edhe të imunosupresorëve sistemik, pra që ulin atë aktivitetin imun të që nuk e lënë ulin aktivitetin imun. Imuniteti e mban të ulur. Gjithë atë kaskadë inflamatore që ndodh në organizmin tonë me shpërthimin e ekzemës, ajo fillon dhe e stabilizon. Dhe sot, në ditët e sotme, në format shumë rezistente të dermatitit ose të ekzemës atopike, si tek fëmijët, ashtu dhe tek të rriturit, po futen e disa preparate biologjike quhen, që përdoren dhe në patologji të tjera kutane, por veprojnë posaçërisht në një nivel të kësaj kaskade inflamatore, në nivel për shembull të interleukinës 17 ose të interleukinës 3. Të gjitha këto që pra aty e pengojnë dhe që nuk i kuptojnë të shfusin atë po themi zinxhir inflamacioni duke sjell një qetësim të situatës. Po përveç këtyre medikamenteve të reja, përveç medikamenteve, ajo që duhet ketë parasysh një njeri i cili ka predispozitën gjenetike për të bërë këto ekzema, pra e ka atë predispozitën që nga fëmijëria dhe në rritje, është ambienti, kujdesi për ambientin ku jeton. Kujdes me orendit shtëpiake, të eliminojmë tapetrat, të eliminojmë veshjet jo pambuku, jo sintetike, kafshët shtëpiake. Janë një predispozit, po, për të nxitur alergjizimin dhe acarimin e pacientëve që kanë predispozitën. Ushqimet duhet kenë kujdes, sidomos bulmetrat, këto frutat e thata, po, sensibilizojnë, peshku. Edhe peshku. Pra pacientët të cilët kanë këtë predispozit duhet kenë kujdes dhe në mënyrën se si ushqen dhe ambientin rreth e qark.